Sezoni i hipizmit është çelur zyrtarisht, ku mbi 30 garues nga trojet shqiptare kanë marrë pjesë në garën e organizuar në Korçë. Vitet e fundit, ky sport ka qenë në rritje për shkak të investimit për pista, si dhe organizimit të garave të ndryshme. Dashamirës dhe garues tregojnë se tani më ky sport po zërrejnë, duke synuar që në të ardhmen të jetë një profesion apo edhe të fitojnë çmime ndërkombëtare. Unë jam Junja Kavazi, jam nga Korça dhe këtu kam një vit e gjysmë që merrem me kuaj. Ka pjesëmarrës nga Kosova dhe nga Tirana që marrin pjesë në garë. Janë rreth 30 kalorës që marrin pjesë në kategori të ndryshme, që janë për fëmijët, për të rriturit, edhe për me eksperiencë. Dorian Osmani, jam nga Tirana, po jetoj në Angli. Edhe vi nga Anglia, ka stile për të bërë mësime këtu. Kam sjellë edhe kalin tim dhe kam gjetur një mikpritje edhe një profesionalizëm shumë pa parë. Po, se vi vërdallën për Europë, për mësime, për kështu, po kur e pash këtu një vit para, rastësisht, bëra 2-3 herë mësime, pastaj erdhëm prapë unë dhe vajza ime. Vim nga një muaj për të bërë servitje, arrim një muaj të tërë. Tani bëj 6 vite që jam marrë me këtë sport. Mund të them që është një pjesë e ime dhe nuk mund ta imagjinoj veten time pa këtë sport. Në fillim është parë vetëm